Për 3 vrasjet me thik, që pasuan vrasjen e 17 vjeçarit në Vlorë, për 2 vrarët për një kafe, për të vrarin për dritat e gjata të makinës. Mos e kërkoni fajin te policia, as te shkolla, as te kultura dominuese e dhunës. Mos e kërkoni zgjidhjen te forcimi i ligjit, as te drejtësia. Ligji ndëshkon, por nuk parandalon. Nuk kemi vetëm problemin e zbatimit të ligjit, problemi është më i thellë. Nuk jemi të aftë për të menaxhuar mllefin, zhgënjimin, zemrimin dhe konfliktin, pa e parë tjetrin si objektiv që duhet ta zgjesuar. Zgjidhje ka, por jo të shpejtë. Edukimi. Ky proces nuk nis në moshën 6 vjeçare, kur fëmia ulet në bankën e klasës së parë, as kur përfundon në sallën e gjyqit. Edukimi është proces i gjatë dhe i vështirë, ai nis 20 vite para se të lindë fëmia. Lipset një debat i sinqert për mënyrën si rriten dhe edukohen prindrit e ardhshëm në familje, si trajtohet fjala në kafene, në rrugë, në media, në parlament dhe në rrjetet sociale, dhe mbi të gjitha si të ngulitim në tru se jeta është e shenjtë.